Kreu i shtetit Bamir Topi ka rihapur debatin për kthimin e pronave duke bërë politikën fajtore për mungesën e një zgjidhje në këto 22 vjet për këtë çështje. Pas një takimi me ambasadorin e OSBE-s, Eugen Wolfart, kreu i shtetit tha se asnjë palë nuk duhet i trajtojë pronat si luks, duke miratuar akte të shpeshta ligjore që sjellin vetëm konfuzion, por të ketë prioritet vetëm përfundimin e reformës. Pra, është një apel që ne ndam me zotin ambasador, që politika e ka detyrim. Nuk mund të jetë luksi politikës që ta trajtojë çështjen e pronës si të dojë, duke dalë akte administrative pafundësisht. Saqë edhe specialisti më i mirë i çështjes pronave e ka shumë të vështirë të orientohet kur një herë në muaj, një herë në 2 muaj dalin akte administrative dhe shtojnë konfuzion. Ndërsa javën e ardhshme pritet të nisë diskutimi për gjykatën administrative, presidenti ka lëshuar kritika për vonesën e miratimit të këtij ligji. Përsëris edhe një herë, dhe ram dakord me ambasadorin, është e pakuptueshme pse vonohet miratimi i ligjit për gjykatën administrative. Kur të gjithë palët bien dakord, është një gjë që duhet të realizohet sa më shpejt. Në ditën ndërkombëtare të gruas, presidenti Topi dhe ambasadori i OSBE-s kërkuan arritjen e pjesëmarrjes së gruas në politikë, që duhet të reflektohet edhe në ndryshimet e kodit të ri zgjedhor. Future electoral code must see a guarantee. Kodi i ardhshëm zgjedhor i Shqipërisë duhet në fakt të jap më shumë mundësi për një pjesëmarrje më të madhe të grave dhe shpresoj që bashkë me të ne mund të shohim më shumë gra kandidate e më shumë gra që fitojnë zgjedhjet e ardhshme. Kreu i shtetit zhvilloi sot një takim lamtumire dhe me ambasadoren britanike Fiona McLuhan, e cila përfundon mandatin e saj diplomatik në vendin tonë. Presidenti dekoroi ambasadoren me medaljen e mirënjohjes me motivacionin për kontributin e vyer në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, presidenti ka dekoruar figura të njohura të gazetarisë për të vlerësuar kontributin e tyre në median shqiptare. Kreu i shtetit dekoroi me urdhrin Naim Frashëriart, Adile Xhabien dhe Tefta Radin, ndërsa Nexhmie Zajmi u dekorua pas vdekjes me urdhrin Nën Tereza. Presidenti, njëherë është edhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, dekoroi edhe ushtarake që shërbejnë në ushtrinë shqiptare.